5 ministri së bashku me institucione partnere, organizata jo qeveritare dhe antar të grupit kombëtar të punës për parandalimin e dhunës tek të rinjt nënshkruan sot një deklaratë me të cilën zotohen për bashkëpunim më intenziv në parandalimin e dhunës tek të rinjt. Ministri i Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska theksoi se dhuna në të shumtën e rasteve nuk fillon nga shkolla, por nga familja. Të rinjt nuk bëhen agresiv në shkolla, por agresionin më së shpeshti e bartin nga familja. Në procedurë parlamentare janë ndryshimet ligjore të cilat parashohin dënime me para për prindërit dhe kujdestarët e fëmijëve, tek të cilët vërtetohet dhunë mes bashkëmoshatarësh. Bëmë ndryshime ligjore me të cilat shkollat obligohen të planifikojnë aktivitete për promovimin e mirëqenies në shkolla, mbrojtje nga dhuna dhe diskriminimi. Ministri i Brendshëm Panço Toshkovski theksoi se parandalimi i dhunës tek të rinjt nuk është një aktivitet i vetëm, por një proces i vazhdueshëm që kërkon angazhim dhe koordinim të përditshëm midis të gjithë palëve relevante. Deklarata që po nënshkruajmë sot përcakton një kornizë të përbashkët veprimi mbi parimet e barazisë, mos së diskriminimit, përfshirjes, aksesueshmërisë dhe pjesëmarrjes aktive të rinjve. Vetëm përmes bashkëpunimit të fortë ndërinstitucional dhe reagimit në kohë mund të krijojmë një mjedis më të sigurt për të rinjt në shkollë, në komunitet dhe në internet. Ministri i Politikës Sociale Fatmir Limani theksoi se dhuna tek të rinjt nuk është problem i një institucioni, por është sfidë shoqërore e cila kërkon reagim të përbashkët dhe vendimtar. Parandalimi i dhunës tek të rinjt kërkon qasje të koordinuar, sistematike dhe të përbashkët nga të gjitha institucionet dhe aktorët e shoqërisë. Të rinjt duhet që në mënyrë aktive të marrin pjesë në krijimin e politikave, ndërsa institucionet duhet të sigurojnë mbështetje sistematike në fushat e arsimit. Edhe ambasadori i OSBE-s në Shkup, Kilian Vale, theksoi rëndësinë e partneritetit mes institucioneve dhe bashkësisë ndërkombëtare për parandalimin e dhunës dhe krijimin e një mjedisi më të sigurt për të rinjt. Dokumenti u nënshkrua nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Ministria e Sportit, Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Politikës Sociale, Demografisë dhe Rinisë dhe Ministria e Transformimit Digjital, dhe procesi realizohet me mbështetjen e OSBE-s.